Ky është Xhaxhim, miti, ndërsa kjo është halla ime, e vërteta. Të dy duan të marrin kredi te Credo.al, por ndonjëherë miti e konfuzon të vërtetën. Shiko, unë kam përshtypjen që ajo oferta kthehet sa merr nuk është e vërtetë. Që ta marrësh vesh ti, është një ofertë për klientët e ri që marrin për herë të parë kredi. Po respektove çdo gjë të kontratës, kthen fiks aq sa merr. E nga ta diun që Credo nuk mashtron me tarifat fsheta? Nga e diti që s'të mashtron gruaja? Ja, me gruan e diun sepse kemi bërë gjërat në fillim qarta. Edhe me Credon, çdo tarif, çdo komision apo interes është i qartë që në momentin e aplikimit. Le aman se kush e di se sa dokumente duhen për të marrë kredi. Mjafton vetëm karta identiteti. Po mirë, ja, për shembull s'kam kolateral. Nuk kërkohet mordial, as kolateral, as garanci. Po leja më ndësrollate mund me procedura lartë e poshtu. Varavingo. I shef gishtat e mi këtu, 10 minuta kosëme. Hale, se edhe Credo si gjithë tjerët është. Me pas në i problem, as nuk ervet menin fare për ne. Ti më duket se kërkon probleme, jo zgjidhje. Po normal që dua zgjidhje. E vërteta është se nëse shkon vetë dhe paraqitesh në degën e Credos, i telefonon apo i kontakton në rrjetet sociale, merr direkt një zgjidhje nga Credo. Kaq shumë e thjeshtë.